Të nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun, Zotin ton. Dhe nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tër hamdin, falenderimin për uljen në nështrimin ja shprehim atij. Allahun, Zotin ton, e falenderojmë për i ti falje, udhëzim, mëshirë, rahmet, begati dhe mirësi kërkojmë. U dërgojmë selavat dhe selamet tona pejgamberve të Zotit Gjellëshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vullës së krejt pejgamberve dhe më të dashurit të Allahut Gjellëshanuhu, krijesës më të pastërt dhe më të ndritur që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. E ai është Muhamedi, paqja, mëshira dhe rahmeti i Zotit qoftë mbi të, dhe mbi të gjithë ne besimtarve musliman që me krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Dhe besimtar, edhe këtë ditë të madhe xumaje, fest e javës për musliman, e falenderojmë Allahun te bareke ve teala që na i bëri të mundshme të ngritemi në këtë mëngjes të ndritur, me zemrat pastërta e me shpirta të ndritur, dhe na i bëri të mundshme të jemi duke e kryer ibadetin dhe adhurimin dhe punën e vetme halal në këto momente, e ajo është në nështrimi për ulja ndaj Allahut te bareke ve teala dhe falja e namazit e xumas. Vëllezër besimtar, sot para veti kemi një deklarat e lëshuar nga kryesia e Bashkësisë Islame e Republikës së Kosovës, e cila po e bën detyrën e saj mjaft mirë në këto rrethana, duke qëndru stoike dhe e pathyeshme përballë të gjitha sulmeve apo tendencave që na thejnë, na përçojnë, dhe të na njollosin e të na shantazhojnë dhe të përpiqen që veprimet kriminale që po ndodhin nga njerëz të ulët të i mveshin apo të i drejtojnë në drejtim të feve të përgjithshme e sidomos të Islamit në veçanti. Të dashur vëllezër besimtar, vrasja e prorit të policisë së Kosovës, njëherësht edhe ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, zotëri Muhammed Lika, ishte një akt rënditës dhe thellësisht i dënueshëm, i cili ka goditur jo vetëm rendin dhe sigurinë publike, por edhe vetë shtyllën morale të shoqërisë dhe të vendit tonë. Ajo çfarë bën edhe më të rrezikshme këtë krim, është përpjekja për ta justifikuar atë përmes narratives fetare. Metodë kjo e njohur dhe e përdorur në mënyrë të përsëritur nga grupe të ndryshme kriminale kudo në botë. Disa e shfrytëzojnë dhe e keqpërdorin flamurin kombëtar. Të tjerë maskohen pas parimeve fetare, humanitare apo idealeve të larta, duke e keqpërdorur ndjenjen kolektive për të legjitimuar mizoritë dhe veprimet e tyre të papranueshme dhe të dënueshme kriminale. Të dashur besimtar, krimi nuk njeh ideal, ai nuk njeh as fe, as këmbë, as parim. Njerëzit e tillë kriminal përdorin maska të shumta, andaj është detyrë e të gjithë ne, në radhë të parë e institucioneve e shoqërisë civile dhe të gjithë qytetarëve, që t'i demaskojmë këta njerëz dhe të mos lejojmë që plagët e shoqërisë të shfrytëzohen nga ata që synojnë destabilizimin dhe dëmtimin ton dhe të vendit ton.
Zëri i ligjit dhe i drejtësisë duhet të jetë më i fortë se çdo përpjekje për ta sabotuar atë. Të gjithë duhet të mbështesim institucionet tona në zbardhjen e rastit dhe vendosjen e drejtësisë në vend. Prandaj konsiderojmë se prononcimi i hershëm për rastin, si dhe përpjekja për ta lidhur krimin makabër për kinse motive fetare, më së shumti i shkon për shtat atyre që e kanë kry krimin. Në fakt, synimi parsor i tyre mbetet mbulimi i krimit me narrativa të rrejshme, në këtë rast në emër të fesë së pastër dhe të ndritur islame. Mënyra më e mirë për të mbështetur institucionet është që të përcjellim deklaratat zyrtare. Secili raportim tjetër dhe tendencë për ta hetuar rastit në forma të ndryshme nga institucione dhe mekanizma që nuk e kanë mandat këtë, mund ta cenojë seriozisht hetimin, arrestimin e të dyshuarve të tjerë, epilogun e rastit dhe interesat e Kosovës. Të nderuar besimtar, Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës me të gjitha institucionet e saj, edhe njëherë dënon ashpër vrasjen, duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmëve, kolegëve të policit Muhamet Lika. Njëherë kërkon dhe u bën apel institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë që sa më parë ta zbardhin rrethonat e vrasjes, se dhe kryerësi i këtij krimi makabër të dënohet dhe të merr dënimin e merituar. Lutemi që krime të tilla të vrasjeve të mos përsëriten më asnjëherë në vendin ton. Allahume amin. Pra, të nderuar, ky veprim dhe disa veprime të tjera nuk kanë asnjë adresë dhe asnjë arsye tjetër veçse tendencë për ta njollosur dhe për ta arsyetuar dhe për ta mbuluar krimin e bërë nga kushdo kuftaj. Edhe njëherë, sikur qysh është thonë botërisht, edhe sikur qysh me krenarin më të madhe e kemi thonë, dhe do të vazhdojmë ta themi krenar kokëlart. Kjo fe e ndritur, këto rregulla dhe këto parimet e kësaj feje tonë të ndritur dhe të pastërt, e ndërtuara mbi bazat e paqes, të dashurisë, të mirësjelljes, të mirëkuptimit mes vete, do të vazhdojnë të qëndrojnë të tilla, pavarësisht përpjekjeve edhe tendencave nga kushdo dhe nga kahdo që na vijnë për ta njollosur dhe për ta përdhosur e për ta luftuar tani këtë fe të ndritur. Sa krime, sa luftra, sa maltëretime, sa humbje të jetëve janë bërë në përbot, duke e shfrytëzuar rastin e disa individëve shkurt pamës, të cilët në gjoja në emër të fesë, në emër të islamit, në emër të dikujt, kanë dalë dhe kanë bë veprime të pamotura, edhe të paduhura dhe të paargumentuara, asnjëherë me rregullat edhe me bazat e kësaj feje të ndritur. Sepse ky islam as nuk urdhëron, as nuk lejon, as nuk përkrah, e as nuk do të përkrah, asnjëherë, në asnjë kohë, edhe në asnjë vend, asnjë formë të dhunës si formë e zgjidhjes së asnjë problemi.
as si forme arritjes të as një synimi. Të gjithë ata që deri sot e kanë përdorë dhe e kanë keq përdorë dhe po mendojnë ta përdorin edhe ta keq përdorin islamin për arritjen e qëllimeve të tyre, e kanë gabim, kanë dështu dhe kanë me dështu edhe të ardhmen. Sepse ne bashkë me juve, asnjëherë nuk do të lejojmë dhe nuk do të lëmë që kjo feje jona e pastër e ndritur, e ndërtuar mbi bozat e poqës e mirësjelljes, të njolloset edhe të përdhoset me kësi akte barbare kriminale. Sepse ne e kem fare mirë të ditur dhe të njohur. Kush e vret një njeri, është sikur me vro krejt njerëzimin. Edhe e kundërta e kësaj, kush e shpëton një jetë, është sikur me shpëtu krejt njerëzimin. Andaj, e janë i bashkë, ti themi jo, as një tentative, e cila qoftë për qëllime të caktuara, të grupacioneve, të interesave, ka do që vinë ato, apo për arsye të keq kuptimeve, apo të keq interpretimeve të njerëzve, të na njolloset edhe të na përdhoset kjo feje ndritur. Dhe ne, njerëzit më të ndritur, më të ngritur, më të privilegjuar me këtë islam, të jetojnë në këtë botë si njerëzit më të përbuzur, si njerëzit më të nënçmuar, si njerëzit më të nënshtruar. Veç për shkak të romjes në kësi tendenca, edhe në kësi qëllime, edhe në kësi prapaskena. Të njerëzve tonë, të familjarëve tonë, të trive dhe trejave tona. E janë i bashkë të mos lejojmë edhe të mos pranojmë asnjëherë që kjo feje jone e pastër, kjo krenari, kjo madhështi e madhe, të na kthehet neve në përbuzje, në përullje, në nënshtrim dhe në pështrim. Edhe njëherë, e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, që çdo njeri, që nga fillet e para, të tendencave, të çlirimit, të bërjes së këtij shteti, dhe të mbrojtjes së këtij shteti dhe ligjshmërisë së këtij shteti, Allahu t'i këtë mëshiru edhe t'i merë në mbrojtjen edhe në mëshirën e tij. Allahu na ndihmoftë, na bashkoftë, na lidhë fort me zveti, që të ruhemi nga çdo tendencë, nga çdo rrezik që po na kanoset, që shoqërinë tonë ta nxjerrin nga një shoqëri me rregulla fetare, morale, njerëzore, kombëtare edhe tradicionale, më të mirat në rajon edhe ndoshta edhe në botë, të kthehemi në një shoqëri rreziku, në një shoqëri jo e pastër dhe jo e sigurt për jetën e fëmijëve dhe njerëzve e qytetarëve tonë. Sadakallahu l-azim.